Ishulli i Sazanit dhe Bregdeti i Zvernecit janë dy pikat kryesore të investimit strategjik që sollën në Shqipëri vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump, pas një takimi në Vlorë me një grup prej 60 arkitektësh të huaj të angazhuar në artimin e projektit. Ajo udhtoi drejt kryeqytetit, ku u prit në godinën qeveritare nga kryeministri Edi Rama. Vizita e saj në jug të vendit u pasqyrua edhe në rrjetet sociale, ku Ivanka Trump publikoi imazhe nga Bregdeti i Zvernecit, të shoqëruara me tinguj të muzikës tradicionale shqiptare, duke i vëmendje zonave ku pritet të shtrihet investimi. Sipas vendimit që i jep bashkëshortit të saj, Jared Kushner, statusin e investitorit strategjik, vlera e investimit për resortin turistik në ishullin e Sazanit parashikohet të arrijë në 1.4 miliard euro. Projekti përfshin një sipërfaqe totale prej 562 hektarësh, me rreth 45 hektar sipërfaqe ndërtimit të ishullit të vetëm të Shqipërisë. Statusi i investitorit strategjik është dhënë për një periudhë 10 vjeçare dhe parashikohet që gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit të punësohen rreth 1000 persona. Sipas masterplanit, investimi do të realizohet në 3 faza dhe do të përfshijë hotele të brendeve ndërkombëtare, njësi rezidenciale dhe zona gastronomike me synim zhvillimin e një turizmi elitar në vend. Investimet e familjarëve të presidentit amerikan nuk priten të ndalen vetëm në ishullin e Sazanit. Një tjetër projekt ambicioz është planifikuar edhe në Bregdetin e Zvernecit përmes negociatave tregtare private, duke zgjeruar më tej hartën e investimeve turistike në jug të Shqipërisë.